Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Elusim me Allahun dhul xhelal të jemi edhe ne prej tyre. Secili prej nesh e di qëllimin pse ka ardhur në këtë botë. Secili prej nesh e di qëllimin pse është krijuar nga ana e Allahut të lartësuar. Mirë po, nëse nuk e di këtë qëllim, atëherë Allahu dhul xhelal na ka treguar në Kur'an ku thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për diçka tjetër veçse që të më adhurojnë. Besimtari gjatë jetës së tij adhuron Allahun në vazhdimsi. Fal namaz, lexon Kur'an, jep sadaka, ban dhikr e kështu me radhë. Mirë po, ndodh që këto adhurime të mos i përjetoj. Ndodh që këto adhurime t'ju duken të rënda. Besoj se këto fjalë të cilat po i them, secili prej nesh i ka përjetu. Ndodh që të falim namaz, mirë po ndoshta e kemi të vështirë, apo nuk po e shijojmë namazin ashtu siç duhet. Po agjerojmë, mirë po nuk po e shijojmë agjerimin ashtu siç duhet. Po falim teravi, mirë po zemrat tona nuk po dridhen. Atëherë ku është problemi? Do t'i përmendim disa shkaqe që na ndihmojnë që këto adhurime të Allahut dhul xhelal dhe adhurimet e tjera t'i kryjmë sa më lehtë, mirë po dhe t'i përjetojmë dhe të kënaqemi me to. Ndër shkaqet më madhështore është ta njohim Allahun subhanahu wa taala. Kush e njeh Allahun dhul xhelal do ta dojë. Pastaj do të mallëngjehet për me taku Allahun subhanahu wa taala. Kësaj pra edhe adhurimi do t'i bëhet më i lehtë dhe do ta përjetoj adhurimin. Ne e njohim Allahun përmes Kur'anit famëlart dhe përmes haditheve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kur lexojmë për emrat e Allahut, për cilësitë e tij, për veprimet e tij, e njohim Allahun dhul xhelal. Mirë po nëse nuk e njohim Allahun, si vallë do t'i friksohemi atij, si vallë do ta duam atë. Andaj secili prej nesh e ka obligim ta njohë Zotin e tij. Nga se pastaj do ta duam Allahun dhul xhelal, do t'i kryejm obligimet që na ka caktuar dhe do të largohemi nga ndalesat të cilat na kanë ndaluar. Gjithashtu prej shkaqeve është nëse meditojmë në krijimtarinë e Allahut subhanahu wa taala, nëse i shikojmë këto kodra, nëse e shikojmë qiellin dhe çdo krijesë madhështore të Allahut dhul xhelal, sigurisht se do ta kuptojmë madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Nga se krijesat madhështore tregojnë për krijuesin madhështor. Andaj, ku ta dim se Allahu dhul xhelal është krijuesi i tyre, sigurisht se do ta duam Allahun, do të mallëngjehemi për të dhe do t'i shijojmë adhurimet të cilat ja kushtojmë këtij Zoti madhështor. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allahu thot, ju keni shenja që tregojnë madhështinë e Allahut edhe në vetet tuaja, a nuk po shikoni? Gjithashtu, prej shkaqeve të nderuar vëllezër është ta lutim Allahun që të na jap fuqi që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Nga se ne nuk mund të adhurojmë Allahun vetëm me vullnetin ton. Mirë po, Allahu na jep vullnet dhe në saj të vullnetit të Allahut po ashtu, dhe Allahu na jep fuqi dhe forcë që ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Andaj askënd mos ta ka vetpëlqimi ja që unë po bëj ibadet. Nga se vetëm në saj të mëshirës dhe suksesit të Allahut ti je duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Madje do të me lut Allahun me këtë lutje që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo të të përmend, të të falenderoj dhe të të adhuroj në formën më të mirë. Ka ardhur në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kapur Muadhin për dorë
I tillë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka afru sahabët e tij, i ka këshillu sahabët e tij. I ka thënë o Muadh, pasha Allahun unë të dua ty. Pasha Allahun unë të dua ty. Andaj merr këtë këshill prej meje. Mos haro që të thuash para çdo namazi, pas çdo namazi apo para selamit, varet domethënë si e kanë komentuar dietarët një frazë në hadith që është, ka thonë mos haro me thonë Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. Allah më mundso me të përmend, me të falenderu edhe me të adhuru në formën më të mirë. Pra edhe ne duhet ta lutim Allahun të na jap fuqi të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu prej shkaqeve që na ndihmojnë në këtë gjë është t'i lexojmë historitë e njerëzve të cilët e kanë adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe biografitë e tyre që gjenden në përlibrat që i kanë shkruar dietarët. Duke ja nis prej pejgamberëve, sahabëve dhe selefëve në përgjithësi. Nga se nëse i lexojmë jetrat e tyre se si e kanë adhuru Allahun, do të stimulohemi edhe ne dhe do të ashtojmë dozën dhe cilësinë e adhurimit kushtuar Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu duhet me pas qëndrueshmëri në këtë rrugtim. Duhet me pas qëndrueshmëri në këtë rrugtim. Ndoshta fillosh me bëj ibadet, mirë po nuk e shijon ibadetin dhe e braktisësh atë. Mirë po jo. Vazhdo me ibadet dhe mos e ndërprej ibadetin. Nga se ka pas nga të parët tonë që thot e ka mundu veten me namaz natë 20 vite. Pastaj 20 vite të tjera jam kënaq me namazin e natës. Pra nuk ban mu dërzu. E adhurojsh Allahun edhe në qoftë se nuk mundesh qatë shumë me përjetu një adhurim caktuar, mirë po stërvit e vetën që të adhurojsh Allahun në vazhdimsi. Nga se ata që përpiqen për me adhuru Allahun ashtu siç duhet, Allahu subhanahu wa taala kam i dhon sukses. Gjithashtu, të nderuar vëllezër, ku ta bëjmë një ibadet, ta bëjmë sikur se me qenë ibadeti jon i fundit. Tash jemi në Ramazan. Agjeroje Ramazanin si me qenë agjerimi i fundit. Nga se nuk e dish Ramazanin tjetër a do t'jesh gjallë. Namazin që e fale si me qenë namazin i fundit. Nga se nuk e dish namazin tjetër a do t'jesh gjallë. Dhe shikoje kjo ndjenjë si do të ndikoj në cilësinë e adhurimit tënd. Andaj të adhurojmë Allahun me këto kuptime. Të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me këto kuptime, gjithashtu nga gjërat që na ndihmojnë dhe kjo është e fundit, është çdo adhurim që e bëjmë me a ditë vlerën atij adhurimi. Me a ditë vlerën atij adhurimi. Por shembull men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Me a ditë vlerën e agjerimit. Atij që agjeron muaj Ramazan me iman dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, i falen mëkatet e kaluara. Po ashtu ai që e fal namazin e natës apo e fal namazin e natës natën e Kadrit me iman dhe duke shpresuar në shpërblimin e Allahut të lartësuar, i falen mëkatet e kaluara. Po ashtu edhe namazin kur e falim me ditë që kena dalë para Allahut dhul xhelal. Atëherë edhe namazi jon do të ndryshojë dhe do ta përjetojmë namazin që ja kushtojmë Allahut. Elusim Allahun dhul xhelal të na rinjall zemrat tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na mundsoj të kënaqemi me ibadetet të cilat ja kushtojmë atij. Walhamdulillahi rabbil alamin.